Adrenalin, sfidë dhe natyrë egër, kështu ka nisur edicioni i 21 i Rally Albania, gara ndërkombëtare që mbledh 10 sportistë nga mbar bota për të përshkuar me makina dhe motor disa nga terenet më të thyera të vendit. Gara e këtij viti ka nisur nga Shkodra, ka kaluar nëpër Korçë dhe do të vijojë drejt Vlorës për të finalizuar në Tiranë. Në këtë edicion marrin pjesë rreth 200 garues nga 23 shtete, që nga Australia e Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri në vendet e tjera të Europës si Italia, Franca, Spanja dhe mëtej. Për garuesit e huaj, Rally Albania është më tepër se një event sportiv. Ata veçojnë bukurinë e maleve shqiptare, terenin sfidues dhe mikpritjen e njerëzve në zonat rurale. Është hera e dytë në Shqipëri. Malet dhe rrugët me shkëmbinj e bëjnë garën sfiduese dhe emocionuese. Vi nga Italia, kemi garues të fortë, por ajo që më ka lënë më shumë bresa është thjeshtësia dhe mikpritja që të bëjnë shqiptarët, sidomos në fshatra. Për shumë shqiptarë që garojnë rregullisht në këtë kompeticion, ky është një pasion i kthyer në stil jete. Është adrenalin, është pasion, është diçka që nuk bëhet kollaj, po që nuk harrohet kurrë. Organizatorët e konsiderojnë këtë garë si një mision për promovimin e Shqipërisë. Rally Albania është një mision për Shqipërinë, sidomos për ne që organizojmë. Vazhdojmë me promovimin e Shqipërisë në vende që nuk ka shkuar akoma turist. Edhe ka akoma vende të pa eksploruara, sidomos ka akoma vende që mendoj që e meritojnë të promovohen dhe të popullohen nga turistë dhe sidomos ky lloj turizmi që është turizmi sportiv. Me një itinerar që përfshin qytete të ndryshme dhe një publik gjithnjë më të interesuar, Rally Albania mbetet një nga ngjarjet më unike dhe ndërkombëtare sportive që zhvillohet në vendin ton, duke kthyer peizazhet shqiptare në një pistë të vërtet gare.